Ashtu si dhe procesi votimit të së dielës edhe numërimi i votave në KZZ numër 5 në Bashkinë e Shkodrës po vijojnë në normalitet dhe pa problematika. Drejtuesit e kësaj KZZ-je konfirmojnë se procesi po zhvillohet sipas parashikimeve dhe pa asnjë incident. Sipas tyre pritet që numërimi i votave për subjektet politike në këtë KZZ të përfundojë sonte. Kena vazhdu numërimin rreth orës 12:30 të natës. Procesi deri në këtë moment ka pas lloj problemit. Mendojmë me këtë rritje pavarësisht se numëruesat janë të lodhur, faktikisht se janë gjithë natën që kanë numëruar. Mendojmë që deri ka mesnata të bëhet marrimi i votave për subjektet. Masën e mrapa për pjesën e votave preferenciale, normal që kena nevojë edhe na për infrapushimit, do të marrim një venim në bashkëpunim me KCZ-n. Në qoftë se na lejojnë do të pushojmë se normalisht na të lodhur edhe nuk mundna që të vazhdojmë pafundësisht në këtë mënyrë. KZZ 5 administron procesin për 47 qendra votimi në qytetin e Shkodrës, ku numri i zgjedhësve të regjistruar është rreth 29785. Rreth 30% e tyre morën pjesë në votimin e së dielës.